Pas zhurmës së madhe mediatike që shkaktoi projekti i tij më i fundit muzikor i titulluar Rrëfimi, Beskallakun ka vendosur të bëjë një reagim të gjatë dhe shumë të ndjerë publik. Përmes një postimi në llogarinë e tij, ai ka falendëruar mbështetësit dhe ka folur hapur për jetën e tij personale, duke konfirmuar atë që aludua në vargjet e këngës. Besi ka nisur imazhin, duke theksuar se ky është projekti më i bukur i tij, pasi aty nuk është as aktori, as këngëtari që publiku njeh, por thjesht ai vetë. Pa maska, pa skenar, vetëm unë dhe e vërteta ime, shkroi ai duke vlerësuar publikun që zgjodhej ta dëgjonte dhe mbështeste. Për sa i përket së shkuarës dhe ndarjes së bujshme, Besi ka qenë mjaft i prerë. Ajo shpreh se ka mbyllur prej kohësh atë kapitull. Fjalët e tij ishin të forta dhe domethënëse, kapitull nga i cili më desh kohë të kuptoje sa i fituar dola. Në këtë mesazh, aktori nuk ka lënë pa përmendur mbështetjen e tij më të madhe, motrën Ana Kallaku, duke i quajtur bekimi më të madh dhe diellin në ditën e tij me gri. Por ai që vullosi gjithçka ishte mbyllja e postimit. Besi ka konfirmuar zyrtarisht dhe hapur se në jetën e tij ka një partner të re. Ai ka dedikuar rreshtet e fundit njeriu të zemrës duke e përshkruar si trëndafilin tim në kohë lufte, që më ktheu paqen, buzëqeshjen, shkëlqimin e syve dhe versionin më të mirë të vetes. Me këtë deklarat, Beskallaku i ka vënë kapakun së shkruarës, duke treguar se tashmë po jeton një kapitull të ri, të mbushur me dashuri dhe paqe. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.